Atletika shqiptare është veshur kuqe blu. Shkodrani Izmir Smajlaj është zgjedhur presidenti atletikës shqiptare. Ai ishte kandidati vetëm në këtë garë pasi Taulan Stërmasi u tërhoq dhe në këtë mënyrë ish kampioni i Europës merr postin e ri. Në rrjetin social, pas marrjes së kësaj detyre, Smajli shkruan: "Faleminderit nga zemra të gjithëve, sot kam nderin të jem president i ri i Federatës Shqiptare të Atletikës. Nuk është vetëm një fitore personale, por një detyrim mallor ndaj çdo të riu që ëndërron vrapin, kërcimin, përpjekjen dhe lavdin në pistë. Për 4 vitet e ardhshme do të bëj çmos që sporti, veçanërisht tek të rinj, të mos mbetet më vetëm një alternativë, por një rrugë dinjitoze jete. Kush më mbështeti do të ndjej krenari, kush më kundërshtoi do të ndryshoj mendim nga suksesi që do të ndërtojmë së bashku, sepse puna nuk një llafe dhe atletika është për ata që din të guxojnë, t'i përveshin mëngët dhe të fillojnë punën, përpara me zemër, përpara me vullnet", përfundon Smajli. Por bashkë me Smajlin në federat është edhe një tjetër shkodran. Gledi Salluniu zgjoll antari i bordit. 29 vjeçari, kampion në garën e kërcimit së gjati dhe tërhapësh për shumë vite, tashmë do të ketë një rol të ri si antar i bordit drejtues të Federatës Shqiptare të Atletikës për kryepresidentit Izmir Smajlaj. Në reagimin e tij ai shkruan: "Duke më zgjedhur si antar i bordit drejtues Federatës Shqiptare të Atletikës për kryepresidentit Izmir Smajlaj, një simbol i përfaqësimit i dinjitosë së Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, ky është një angazhim i madh dhe një përgjegjësi që e marr me përkushtim të plot për të kontribuar në zhvillimin e mëtejshëm të atletikës në gjitha trevat shqiptare. Besimi juaj do të jetë udhërrëfyesi im në çdo hap të këtij rrugtimi. Faleminderit për mbështetjen dhe për dashurinë që tregoni çdo ditë për këtë sport fisnik."